Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në zhurma Video Music Awards. Le të filloj spektakli. Mirëmbrëma. Të dashur artist, të ardhur nga gjitha trojet shqiptare, mirë se keni ardhur në këtë spektakël kaq madhështor këtu në Gjilanin e Kosovës. Janë artistët tanë që i kanë bashku gjitha trojet shqiptare, që kanë qpu edhe tunelin, i kanë kufit i kanë bashku, disa edhe demarkacionin kanë shku sante me shiku ku da e vendosim. Edhe sante po shojmë bjeshk të nemërat gjithandej me artista. E sante nuk do flasmi për politikë, sepse edhe kryetari sante ka ardhur këtu jashtë politikës, kemi edhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Një e mirë është se gjitha partit përfundojnë me të njëjtën shkronjë në fund. Dhe më PDK, LDK, AK, kështu që jemi gjithë bashkum. Gjithë jemi të bashkum. Une sante kam derin që do të prezentoj këtë spektakël kaq madhështor me kolegen time, e cila është gazetare e njohur shumë këtu në Gjilan, në Kosovë, gjithandej, ka punu një kohë gjatë dhe punon akoma më duket në radio televizionin 21, Kaçusha Kamberi. E kanë morë me të ngjarë shumë veçanë Gjilanit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar mysafir, përshëndetje të nderuar artist, të nderuar figura publike nga sfera politike, mirëmbrëma të gjithë juve dhe mirë se keni ardhur në zhurma Video Music Awards 12 në Gjilan. Në kanë thomës me dollë jashtë skenarit, mu më kanë thomës me shah, sante nuk do shaj, po është problemi dishta diçka na gazetarët në me kogja rënca jena. Jo s'po thamë, po që për nojzin, që kanë shkru gazetat të isha o dek njeri son të dul nojzë edhe kënoj këtu. Një përshëndetje për nojzin, Jo krejt. Bile që shtojshin u plagos nojzi, thash t'ja dhomë të bojmë veteran të luftës. Edhe në vend nojzi ta këshëm dhonë një penziona, edhe pse kryeministrin e kemi shumë kështu kopratës, po e pare kolaj. Nejse, falenderit shumë nojzi që keni ardhë, ti edhe grupi, falenderit gjithë juve, falenderit radio televizionit 21. Falenderojmë gjithashtu edhe patjetër Ziko TV, cili në vazhdimsi, do me thënë, është duke i sjell një traditë shumë të mirëfill qytetit tonë të bukur të Gjilanit me mbajtjen e këtyre evenimenteve këtu. Duhet edhe komunën e Gjilanit me falenderua. Patjetër, falenderimi takon edhe komunës Gjilanit përkatësisht kryetari zotrit Lutfi Aziri, i cili është i hapur sa i përket këtyre evenimenteve. Nuk ka ma keq se me pos kryeministrin ekonomisë, se si e pare kolaj. Që qeveria s'pënep shumë pare në artista, po s'ka gajle. Atëre shkojmë tek festa për cilën kemi ardhë dhe tek... Patjetër, ne do të ndojmë çmimin Best New Artist. Zhurma Video Music Awards, Best New Artist. Edhe çmimi shkon? Të shohem, ma e zemër, falenderit. Inshallah shkon të që kjo Liza se kjo demarkacionin e zidhë me në ranë. Unë se di, seriosisht nuk e di. Qka po thu? Unë isha për te, se dhe jam në seksi e pat. Liza e fiton të kategori. Med, kam knajtësin me të adhon me jadhon shmimin Lizës. Liza, hej, god kväll. Välkommen till Kosova. Okay. Mirëmbrëma Liza, mirë se na ke ardhur. Përshëndetje. So, du kan stå här. So, you are from Sweden, yeah? Yes, that's correct. Okay. Om du vill, du kan säga någonting alltså. Som de inte förstår, vi kan jävlas med dem ikväll. Ingen förstår svenska här. Hej på er, ni är jättefina idag. And you love Kosovo? I love Kosovo. Okay. Je doa. Unë thash që
A ke ndëgju për demarkacionin? Did you heard about one conflict between Kosovo and Montenegro? So I look Kosovo here, Montenegro here. So from tonight we have only peace, huh? So Yes. thank you very much. Shumë faleminderit. I love you and I love Sweden. Je dua Kosova. Okay, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, sukses Eliza për ju. Faleminderit. Suedeze, Suksese, valla. faleminderit. Me mujt krejt nuse që tu I kësha bo. Të mdoja, të bukra, ha? Edhe na djem t'i kem sëreta, dhe t'ja nisin me fol. Krejt na lonshin suedi, si mësojshëm suedesht, se kështu na shishin të bukur. Kur janë nisë shumë me fol suedesht, tani, a shkojmë të nominimi dytë? Të shohim kush e fiton pra këtë kategori, Best Male, në kategorinë Best New Artist. Dhe është Bero Low Beach. E thojmë të vinë në skenë. I tell you love you. I tell you miss you. I tell you love you, bitch. Noma, Roma. si jeni, mirë se vjen. A do flasmi anglisht, suedesht, shqip? Suedesht, ma mirë. Shëndetje, mirë Roma. Edhe ju jetani në Suedi? Po. Drejt kalza ma mirë këto në Suedi. Atja sleqen, as flet magari, as kur gja, ftaft, do knaqesh. As një lojme atje këtu si dilë ku I shit t'i kalzojnë krejt lojme. Që shbojnë suedesht, hej. Po, ka të shkojsh, është mira mos veni jotë. Suedia është gjeneta, po. Po, flosë për Kosovën. Okej. Se Suedia normal, se. Faleminderit. Urnoj çmimin, sukseset më të ndjeshme. Suksese ty, familjes tonë dhe gjithë shqiptarëve në Skandinavi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Atëherë I urojmë fituesit për çmimet në kategorinë e parë, të cilën pra veç e ndam unë dhe Milaimi, ndërkaq në vazhdim e kemi një kategori tjetër, është çmimi I diasporës. Kush do ndaj? Për të ndarë këtë çmim, ftojmë gazetarin në botë sot njëkohësisht prezantues I edicionit të fundit të festivalit Chelsea muzikor, Maksim Gjokaj, dhe Arnura Ademaj, ish Miss Kosova, po ashtu bashkë prezantuese në festivalin e lartë përmendur. I ftojmë në skenë me Duart Rukitja. Edhe Arnura në Suedi ka lind. Nuk e di, nuk kam informacion fatkeqësisht. Atëre mbrëmje të mirë. Mi mbroma. Mirë mbrëma. Ju pëlqen Miss Argentina? Maxi. Jo? Miss Kosova. Aha. Taman Miss Kosova. Taman Miss Kosova. Kam qenë. Nuk e di sa vite u bën, vazhdon të jesh një nga vajzat më të bukura shqiptare. Faleminderit. Mirë, po tani do të na prezantoj Argentina. Mirë, është momenti për ndarë një çmim, prandaj ne jemi këtu, për ndarë çmimin e diasporës. Ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards Diaspora. A thu kush do ta ketë fatin? E lumë ne që e kemi diasporën, duan një Duart Rukitje shumë të madhe për diasporën. Mëngjes drejt darkë, mos harroni thoni faleminderit diasporas në mos ju artistë që shkoni dhe ndëftuar shpeshherë atje. Atëherë. Dhe fitues është, e themi bashkë, Ari Blu. Që për dojnë kur tim ke lëndu Ajena asjena Pse për dojnë tash me tuk dy orë Tem fillim këm tregu Që ti prap ke nuk të orë Maxi, gentleman. Një artiste Urime. e re, por që ke bërë shumë zhurmë pozitive, I ke trembur pak artistet femra të tjera. Urime, ky është çmim për ty. Mirë mbrëma. Si jeni? Urime. Faleminderit shumë për mbështetjen edhe pse kam shumë fanca, ama hala s'kum rri që ato ku po duhem rri. Edhe Max Production kisha pas qef me falenderu që më ka ndihmu shumë për këtë klipin e fundit që e kem bo. Faleminderit. Urime, Urime, uroj që faleminderit. këtë çmim të sjellë edhe shumë suksese më të mëdha.
Unë e di që son të tipe gjelozon Mila Mzeken. Jo shumë. Edhe unë e pak ka Ka qushen. qushen, po ne kemi prezantuar festivalin më të madh muzikor, Chelsea muzikor. Qëre, për pak, mas ju bo zhurën që kjo me ra dikon si nojzi me Kozmani që për pak na kem të ere Mila imin me ka qushen. Kështu që deri në fund programit mundet me ndodhë na i farë. Të pakta kanë qenë në vendet ku ti e zgjedhur Miss Kosova dhe të paktë ishin artistët madje numroshin me gishtat njerëz dorë ku unë i prezantoja në radio e shkruaja për ta. Gjithsesi, ne morëm pak kohën si prezantues. Prezantojmë Do t'ja marrim pak kohën. të tjerë. Do t'a bëjmë ne prezantimin e radhës. Atëherë janë dy personazh të njohur për ju, gazetar Besa edhe këngëtar tani. Këngëtar shumë i dashur dhe mik jem shumë i dashur, Granit Miftarin, e ftojmë me nda çmimin e radhës. Dhe një aktore dhe një këngëtare shumë e njohur, siç është Emine Toska. I ftojmë. Fillimisht shumë bukur po dukeni sonte, kështu që një duart rokitje më të fuqishme për veten e juj, ju kisha lut. Mirëmbrëma, përshëndetje, ju përshëndes të nderuar artist, kam kënaqësinë dhe nderin që jam sonte këtu në mesin tuaj të gjithë këtyre artistëve dhe artdashësve këtu në Gjilan, pra në vendlindjen time. Mirë se keni ardhur. Sigurisht që sot më është caktuar mua dhe Eminës detyra që të ndajmë çmimin Best Ballad. Ky çmim një herët është një çmim që unë rëmbeva në Chelsea muzikor, faleminderit televizionit Ziko. Dhe tani do të shohim fillimisht nominimet për Best Ballad. Pra shohim nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Ballada. Pam nominimet pak sa e vështirë, me qenë se secilja këngë. Pra të shohim kush është fatlumi për këtë vit në edicionin e 12 të Zhurma Show. Atëherë është një këngëtare nga Shqipëria. Pra bëhet fjalë për Mira Jani. Urime pra gëzofshi çmimin edhe suksese edhe herave tjera, edicioneve të tjera. Faleminderit. Do thoja kjo është një këngë ndër këngët më të preferuara të mijat, edhe më me vlerë që kam kënduar deri më sonte, sepse ndërthuret muzika klasike me muzikën moderne, pra do të thoja që kjo është një perlë e imja që kam bërë unë deri më sonte. Edhe ndihem shumë e privilegjuar që kjo perlë është vlerësuar me çmim. Faleminderit shumë. Është një perlë që është e kënduar në gjuhën franceze, mon amour. Për urime. Ti parli francez, allora. Faleminderit shumë Mira, e gëzofsh çmimin dhe të urojmë edhe shumë sukses në tarme. Shumë faleminderit. Okej, a bientôt. Atëherë është koha që të ftojmë një tjetër moderator, i cili vjen nga Maqedonia. Ftojmë përpara jush për të ndarë çmimin tjetër Arjan Demollin. Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve. Një bravo të madhe për organizatorët që vazhdojnë të mbajnë këtë eveniment kaq të madh dhe kaq grandioz. Është më vërtet mirë se në këto kohë ku shohim që interneti e ka pushtuar botën, ne kemi dhe vazhdojmë të kemi të tillë spektakël. Sot ne këtu jemi mbledhur gjithë për të parë artistët nga mbar trojet shqiptare dhe në këto momente për të mos e zgjatur më shumë, unë bashkë me ju do të shohim dhe nominimet e Best Folk. Zhurma Video Music Awards Best Folk. As mos kishin fut në ele këtu, paska. Best Folk, Babo Tarabuka dhe Big Nona. Faleminderit shumë për çmimin. Shumë faleminderit. Big Mama ju ka përshëndet gjithëve, veçanërisht nderumin Mila Mzeka, edhe gjithë juve. Faleminderit shumë për çmimin e herë. Faleminderit dhe juve.
Në këto momente do të ftojmë një dyshe për të ndarë çmimin e radhës, është Blerta Gashi Sferkaj nga portali Parotlla dhe Besnik Kojqiqi. Mirëmbrëma, shpresoj që po kaloni mirë gjithë. Jemi sonte për me ndarë një çmim shumë special. E kisha lënë doktorin pak me fol. Mirëmbrëma, shpresoj që po kaloni mirë. Këngëtarët e muzikës popullore kanë një të mirë që i gëzojnë njerëzit në përhahenqe, në për dasma, në për koncerte ndryshme. Mirë po, një pjesë e tyre dhe smurën. Mirë që jemi ne kategorët edhe i qërojnë. Faleminderit. Besoj që e kuptuat që është fjala për këngën më të mirë popullore, atëherë ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards, çmimi popullore. Atëherë, çmimi për këngën më të mirë popullore shkon për Hysneu Xeni Enkelida, Tradita Shqiptare. Mirëmbrëma gjithëve, mikrofonin më dhanë mua si vendase. Faleminderit shumë për çmimin, faleminderit Ziko për këtë organizim si gjithmonë mjaft të kujdesshëm dhe spektakolar, ndërkohë që po e pasoj topin. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj që po kaloni mirë. Faleminderit Zhurma Show për këtë spektakël që ka organizuar. Faleminderit shumë. Atëherë mirëmbrëma. Falenderoj televizionin Ziko që sjell këtë ambient kaq të mrekullueshëm mes gjithë kolegëve të mirë. Mund të japim me këredës këtë? Faleminderit. Edhe diçka tjetër, doja të falenderoja kompozitorin e këngës Walter Beqo, gjithashtu dhe për klipin Video Art. Faleminderit. Si goca më e bukur e grupit po e marr unë këtë. Më lejoni? Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. Mirë se keni ardhur në Gjilan. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë me marrë pjesë në eventin tonë edhe këtë vetë. Përshfrytëzoj rastin me falenderu kryetarin, kështu që faleminderit. Spjallëshoj rrugën Milaimit asone, ka një herë. Unë e vetë. Okej, për me nda çmimet e televizionit, që shekam zakon, kisha pas qef me ftu bashk me mu, përfaqësuesen e shkollës për parukeri dhe estetik KAS, cilët na kanë mbështet vazhdimisht për me mbajt këtë event. Ftoj Kaltrinën me dalë në skenë. Mirëmbrëma të gjithëve. Fillimisht dëshiroj të ju komplimentoj, po dukeni shumë bukur sonte. Çmimet që na kena me nda nuk kanë nominime, kështu që presim Filloretën, janën prej modeleve tona ma të mira që ka Gjilani, me na i sjell fitust për çiftin ma të mirë që kam parakalun tapet koq sonte. A pe lexon? A e lexojmë bashk? Hajde. Emrin e mashkullit unë të femrës. Okej, best couple shkon për Besart. Besart Halimin pra dhe Ilirianën, çiftin ma të ri në estradë. Në fakt edhe shkëlqyn tapet koq. Urime dasma. Okej.
Kënaqësi e madhe me qenë në mesin tuaj, kështu që ky çmim normal që shkon më shumë për Ilirianën se sa për mua se kishim marrë kurrë, kështu që urime gjellë dhe shumë suksese. Faleminderit shumë. E tash është koha për me nda çmimet për dy artista që i shpërblen vazhdimisht televizionit. Do me thonë, çmimet e televizionit për femër dhe mashkull. As këto çmime nuk kanë nominime, kështu që prapë presim Filloretën derisa na e sjell zarfin. Çmimi i televizionit shkon për Morena Tarakun Lule. Morena u bo gati me ndo çmim, për nëse zakonisht si. Faleminderit. Min mbrëma për krejt juve mas pare. Nëse i kisha përshëndetë dhe falemderu gjithë ata që e meritojnë, do të zgjatej shumë. Andaj do të kënaqem me një falemderim për të gjithë juve. Faleminderit. Për ndryshe, konga e Morenës është një natyrë pak ma e veçantë dhe kemi pat arsysh me mos me fut fare nominime, mirë po me që mundemi me shpërbly punën e një artistit që ka bo gjatë vitit, pa tjetër që e bëjmë. Presim edhe zarfim për çmimin e televizionit për meshkuj. Këtë pe lexoj ona. T'ja bëj edhe unë. T'ja bëj edhe unë si Milajm Zeka vitin e kalum. Masi Roberti ka ardhë vetë, erdha dhe unë e vetë. Robert Berisha. Omla juroft juve mas pari. Amen e shoh. Se kuptova që ke kjo televizioni me çmimi i televizionit. Me televizorin e kam të gorenjës, 50 euro kështën, po sa e s'lejon reklamat këtë. Gjithsesi faleminderit edhe një falenderim për Ziko TV-n. Bravo të koft që se ke nalë se Prishtina Litu dërzum. Një 3-4 vjetë, video festi, bravo Gilani. Bravo, Lutfi e ketë Gilani, e Ana Morava. Ku e kam shpërblimin që ta marrë mikrofonin. Faleminderit shumë. Robert, tjetërën herë të presim bashkë me Norën. Qikën e kemi të vogël të me kuptu. Rritët na i hera jo. Kur të vosh non, kime ardhë në vend të burit. Natën e mirë. Okej, na dyja përfundum misionin për sonte sa i përket daljes tonë skin. Ne i urojmë të gjithë fituesit për çmimet që i kanë marrë deri më tani. Thash vetë me veti, nështë e pot kur dul Morena Taraku, thash me pot Gjukanovici 50 hektarë kom në i folë për ta. Se dhaja është i farë kurbane Gjukanovici. Okej, a vazhdojmë... Pa tjetër, po vazhdojmë, do të aftojmë një musafire. Po më ka hup skenari, veç e di që më kanë thonë Tribuna Channel, Albina Zeneli. Po, ndonë çmimin për kategorinë Best Rock. Eftojmë në skenë. Hajde Albin, më sutot se aloj e pa fejume, a? Kështu është trem. Përshëndetje gjithë pranëshme, jam Albina e Gazeta Tribuna dhe Tribuna Channel. Kam kënaqësinë me ndaj çmimin Best Rock. Atëherë shohim nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Rock. Pe kontrolloj se mësja kanë bo me hile mësë... Bëllë folja. Jo, në s'foli, po mësë këta Tribuna Channel ta kanë dhotu në i pare, kanë thonë rëjë çmimin. Na punoj me pare vishkur, shpërblemi nga puna që e bëjmë. Okej, Allah... Edhe i përshëndas gjithë gazetarët ku do që janë se më vërtet, është një profesion fisnek. Jetuar trëgitjet fort për gazetarët, e meritojnë. Pa gazetarët nuk ishin kohën gjithë këta të praneshëm. Mu me më dho pare kur lutën se shoj, veç po më jetë. Unë jam tjetër. Atëherë? Çmimi shkon? Ky grup që ka fitu
I ka tekstet me të vërtet breslënsa. Ka me kallëzun që ose janë ata që po mendoj seriozisht. Po e pa. Ju përbes. Amon man, Milajem. Troja, Amon man. Bravo, seriozisht bravo. Presim Trojan. Inshallah veç bujari nuk kanë kënë në salë. Për mu janë grupi nga matë mirë. A pa në në vlo me morë qmimin dhe në Troje se një me më ka një aranë shto. Me kush nëse ja jep. Ja, falenderit shumë. Bujarit edhe gjithë grupi Troja, suksese. Atëherë, vazhdojmë me kategorinë tjetër, që do t'jetë Best Pop. Dhe këtë kategori do t'a ndaj çmimin një kolege e jonja, është Alba Morina. Një koqire pra në tapetin e koq, një duar trokitje dhe e presim në sken Albën. Ashtë kjo që mot demarkacionin, Alba. Hajde, Alba. Para me nunës jam e drenicë sot të po më ti në sken. Kjo funi botas, min Roma. Mirë mroma. Mirë mroma edhe njerë krejt juve që ju kom mirë pritë sonte në qilimin e koq. Mirë mroma ka qush. Mirë mroma. S'pedi apo dokën e mira ju se s'pi u shoh prej ndryqimit, veç e di që edhe po besoj që jeni të kalu qastit mira. Sot, ko marrë me ndo, po mdu këtë dy shpërblime. I pari është Best Pop, edhe api këshyrim bashk të nominuarat, se pop zbojnë djemët, në Kosovë. Hajde. Zhurma Video Music Awards Best Pop. Na falnin se edhe djemë po bëj kam pop. A ma zbun që ka shumë zhurmë, për shambull si Enca Haqiu. Hajde Enca. Enca, mirë se vjenë. Gjilan. Qenë ke ma e bukur se në videoklip. Për zotën po. Mashallah. Pendroj mikrofonin me shumë. Edhe ti ko ke ma e mirë se sa në televizor. Faleminderit. Ne na prishin ftyrën qëllimisht ta televizionit. Po të kalzoju krejtë. Që shpunojmë na vetë zote edhen. Faleminderit shumë për Best Pop. Pop është kategoria që kam dash gjithmonë më pas edhe jam shumë emocionuar që është çmimi i parë. Faleminderit. Edhe dijeni diçka që në Kosovë dojnë shumë. Edhe unë e du shumë Kosovën. Faleminderit. Shkojmë ma të tje ka qusha. Atëherë urojmë Encën për çmimin, ndërkaq në vazhdim kemi kategorinë tjetër Best R&B. Hajde të këshyrim edhe të nominum tjerë për R&B. Me mbet mu gjithë natën s'ken të kisha mojtë. Se besoj që jëmë këshë ndru me ka qushën. Që edhe lukta me s'po këtë gjëpi gruje me këqyrë sekret, u shkreti. A të shojmë të nominumët. Se ajo i thot të nëroj bravën e deres me këqyrë shumë. Koj shi i kom në Prishtinë, kështu që s'ka rrezik. Në Prishtinë, po këj Gjilani tërë në Prishtinë, le. Me koj drenice se meron në Prishtinë ta pranoja, mo Gjilani. A të shojmë të nominumët. Zhurma Video Music Awards Best R&B. Atere, çmimi shkon? Çmimi për Best R&B shkon për një nonë shumë të devotshme, e që i ka që burin me marrë çmimin. Nora Isrefi. Bravo. Hajde se me ty kam punë. Para se me folë kë, veç dëmë ju kalëzuj diçka nështë se dini as nuk besoni që ai teksti ma e mirë nona se e bia pi vjerës tonë e dalë. Pi byrekut e dalë. A pi byrekut, a hajde pra. Milaj me shme të thonë që je pjesa me mirë emisionit jetë, normal qikat po duken shumë bukur. Nderit. Mirë që se pas nga morë grunë me vetik se këtu po ta hajka me djallë. Po dhe shazotë me fotografia me seneme. Po dhaja vëlloj tash dorën zemër. Gishtin. Faleminderit shumë. So herë kom një unë ti kur i bisha ati sa në qëtojnë senta. Shumë senët i kom shu kur i koni vogël. Të thonë ata mëjnore, të kishëm pas dikon. Mua ty nga kishku shumë e pas një emision unë e ti. Jo, bre, se i këshën ru kanalet krejt në Channel X ishin dalë, po leja të falë. Po thua? Për mërë që të mja që nërës, a që nësë kom problem. Qështë mja që nërës? Mja dërgu të lutëm.
Këta ka regjimin Kosova, pasha zotin. E këto I kanë me kundja këto qika tona lofet. Natë Prishtinës. Këto pja dhe Driloni DJ-t Norës, ki kam I përshëndet. Suksese, urime, Faleminderit shumë. Shumë suksese. Faleminderit shumë për këtë çmim, ka një domethënie shumë të madhe për neve. I falenderoj mas pari bashkëpunëtorët, Massive Production dhe 3 Dorsat. Faleminderit shumë I përshëndes edhe këtë fancat e Norës, në emrin të Norës edhe timin. Faleminderit shumë natë. E dita që kom e zgasi I Gjakovës, te e zgasin shumë madhe. Këta ku... Faleminderit edhe një. Hajde, sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit. Alba, faleminderit shumë ty dhe fituesve për çmimin. Mirajm që tash këna me ftu një qik shumë të mirë këtë në skenë. Për qik nuk e di femën të garantoj që... Mirë dhe femë. Hajde. Okej. E ftojmë Morena Tarakun për mendoj. Na vëzdal qik ne. Best hip-hop. Të shkoj për mas që të dejnë malëzi. Knaqësi me marrë qmem, po knaqësi është ma shumë I dekoru kolekt. Valoj, Morena I bosi vera e kuqe. Edhe krejt vjetë po të shkojnë bëth prapë. Faleminderit, komplimenti mirë është kë. Për një me tash për kalëzoj diçka, nësu e di ka femnat bukra, normal. Kam qenë bajegin gjysme në botës veç femrat bukra si shqiptarët në botë s'ka. Edhe unë pajtona me ty. Të që s'kena është për ty. Atëherë sonde kemi menda bashkë me juve çmimin Best Hip Hop. Kështu që t'i shohim nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Hip Hop. Besoj se edhe një kuriosione që kesh dhe sa mora emrin. Atëherë, Best Hip Hop shkam për MC Creation e Lyrical Sun ky tipi. Bravo, bravo. Mirë po, sonte ata nuk janë me neve, kështu që besoj se janë të lumtur që kanë fitu një çmim. A për mërë Po e maron, s'është problem. Që sonte bonina pak si moderatore, më falë ka qusha. Ndërkohë Morena ka mendoj edhe një çmim tjetër. Best Dance. Besoj që këngëtare din me këndu, po pos që din me këndu din edhe me vallëzu. E këta mas mire na dëshmon nominimi. Zhurma Video Music Awards Best Dance. Best Dance, Adrian Bujufi e Dallull, na jena një. Diçka që më ndodhet, na jena një. Faleminderit shumë. Zhurma Show. Sa me fatjo Drenica edhe qeverin edhe Morena me ta dhonë çmimin. Faleminderit shumë. Faleminderit Zhurma Show, ju gështoj foncat ne, që janë shumë të flakt, faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit. Janë suksese. Suksese të më të tjeshme, ju urojmë për çmimin, faleminderit shumë. Ndërkohë, e ftojmë një protagonist, është një kolegi ynë Milaem. Sonte e kena morë bukën se bolë për del. Labi kënej, labi anej, a beso ka erë frigoriferin me qelu të të shapëm del labi. Atere labi anë sken, një duar trokitje, labi mirë se vjen. Sonte, Lab, mirë mbroma, mirë se ke ardhë. Faleminderit shumë. E meritoni duar trokitje të madhe Zhurma Show për traditën vazhdimisht që nuk është dorëzu asnjëherë. Është kënaqësi faktikisht që përmendo 2 çmime. Femra më e mirë dhe mashkulli më i mirë I estradës. Ti shohim nominimet. Te femnat pse më qyre mu? Pse zguzovta me këqyr ka shush. Ti ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Female. Okej. E di që se cila në kategori që është se cila më e mirë se tjetra, e në nënën tjetër saj përket vlerave muzikore, se cila ka të regu vetën në se cilin aspekt, respekt për se cilin, por dreq, hajde ka, e në sa. Kusha dreq
Try to get too close. Mas pari, më vjen shumë mirë që çmimi po ma jep një prej miqve më të mirë që kam. Një duar tërkitje për Lavi një herë. Du me falenderu për këtë çmim gjithë ata që më kanë mbështetur, e sidomos për fillimet. Edhe këtë çmim dua t'ja dedikoj gjithë atyre që e kanë një ëndër, edhe i them që mos me heq kur dorë. Enca, hajde se ma heret nga të milaimit, ke kështë që ta vojmë një selfie bashkë të Aj, ratë. ku për neve isha Allah dona për i grusë me sonte. Edhe një më të mirë, edhe një më të mirë. Bon edhe një më të mirë. Edhe një më të mirë. Spi puna dora lobit, Opa! Sonte ki mund da për i grusë. Valla milaim që tash jo mu do, po mu të ranu. Po, e din gruja kur të puthen femnat move të shëqonat puthen që ashtu. Falenderit Enca shumë, I love you. Urime për çmimin, e kurse kalojmë të kategoria moshkulli maj mirë. Best Male. Zhurma Video Music Awards. Best Male. Veç Roberti e sholla jo, se na bjën dom la krejtve. Okej. Zakonisht, gjatë sezonës verës, në për diskoteka shumica prej kongëve janë transmitu, por definitivisht, kur u transmitoj ke Hey mama, krejt po më thirin Tony Montana, Getinjo edhe muziku e kanë edhe çmimin Best Male. Tony Montana. Ripa dhe marijuana, na që tu jetu si sultana, hey mama. Getinjo, vetë roke, unë e muziku po bora këtë rast. Son të jom, një dë, son të jom vetë, për arsye të koncertëv, muziku nuk ka mujt me ardhë, po ju ka përshëndet kejtve, edhe shumë mirë po dokni, deshta mi falendru kejt, pejt pare det mramtit, po sa qërë është ekipën tem, One Records, familjen tem, edhe kejt kolegë që merën me muzik, merën me film, merën me kejt. Urime kejtve dhe ju uroj suksesi kejtve. Më vend muzikur, kështu që për zapen kres për kongën, se pi haroni mi përmend ata cilë pi punojnë kongë. Ekipën tem One Records e thash këto. Faleminderit. Asë njerë mi harru ata. Urime inshallah gjithat mirat. Shumë vajmëndesh, shumë i fortje. E falenderojmë Lavin Pola. Lobi e thirë kolegen nga Ekspresi. Kështë një dorë të kitje shumë të madhe të fort. E ftojmë në skenë. Mimrëma. Erblina Baleci, do me thonë është gazetare në portalin Ekspres dhe në Ekspres Roz. Me qëllim për i notit Berotit ta ka bo. Sigurisht tu e di që është portali ma i madh në Ballkan, edhe që i kena mujtë që moti. Mastemit. Kretë po me vjellë në shkrime, që shma e njore. Milaem, apo do kënë këngëtar si shkrime që shë rënditim na në portal? Po veç që në mësu me vjellë pej me, kretë shkrimet po me vjellë me. Nuk është e vërtet. Para se të shkoja të nominimet, do t'i tregoja Berotit dhe juve një fakt, që Gazeta Ekspres ka thyer rekordin e saj duke arritur në 24 orë 1.135.000 klikime. Dhe kjo fal Noizit. Unë jam këtu për të ndarë çmimin për bashkëpunimin më të mirë, kështu që të ndjekim nominimet. Zhurma Video Music Awards. Best Collab. Jam shumë e lumtur që unë ndaj këtë çmim, pikërisht pse fiton Etnon dhe Genta Ismaili. Gens urime kam dur të zëna. Faleminderit. Urime Gens. Edhe mirë se ke ardhur. Urime Gence. Pe Malizi ka ardhur. Reniz Malizi. Po, dhe presë shqiptarët Malizi, bilejmë. Po, ti për na bashkër në kufe, po s'korans. Jo. Po, afer kufinit, është shumë e vërtet, ma nej. Mirë, faleminderit, është një çmim jashtëzakonisht të rëndësishëm për neve, me qenë se kemi pauzu 7 vjetë në skenë, dhe unë i falenderoj të gjithë njerëzit
që besun neve, gjithë njerëz që na kanë përcjell, publikun, edhe na ka pranu mas një pauzë shumë të gjatë, po ashtu edhe shokët, për krasit tonë, në Blackfish Entertainment, që është kompania jonë, që na ka nejtë gjithmonë afër, na kanë motivu me gjithçka. Kisha pas qef me qenë edhe Genda këtu sot, se ky çmim është sa na takon neve, i takon edhe Genda, sinqerisht, faleminderit. Atëre faleminderit Gend, shumë suksese për punën e këtyne të Ekspresit, që çka thanë 1 milion, s'di çka e njeva mbra paskene. Ju a keni po me kaloshin, javë kum ftof 3 milion klikim he i kanë. E në vazhdimit, ftojmë përfaqësuesin e radio televizionit të Kosovës. Unë po iki që tash se ata si dora i heq. E di. Une edhe qeveria vetë vendosja me mujt këta, me patligjona i mysëm. Atere ftojnë skenë kolegun tim Fisnik Dërgutin, që ka me ndo qmimin, inshallah së më shalë zgudzan. Ajde Fis. Mirë mbroma Fis, mirë se na ke ardhë. Mikrofonin ju lutem. Po. Atërë, po nina mirë që ebë në mesin në shumë artistëve këtu në Gilan. Falenderoj Zikon për këtë spektakl që përna jepë në tërë teritorin e Kosovës. Falenderoj për këtë event. Naturisht të ymel që përna bënë mbromin matë mirë. Edhe ky çmim pa nominime, naturisht, unë si një autor i emisionit që mirët me arkiva, ju gjithë do të bëni një ditë pjesë arkivav, edhe do t'jeni pjesë e emisionit tim. Unë kësaj radhe kështu kam bisedu me organizatorët edhe e kam ditë për punën e Hivzi Krasniqit. Ka ardhë mirë që jena mësu me nderu njerëz për zgjalli. Edhe është një dokumentar i shkurtër për jetën edhe veprimtarin e Hivzi Krasniqit. Hivzi Krasniqi, gazetar, drejtues dhe autor i shumë emisioneve në radio, në televizion, në gazeta e revista, është lindur më 10 qershor 1953. Shkollën fillore dhe gjimnazin e ka kryer në vendlinje, në Pej. Në vitin 1973, kur ishte 20 vjeç, erdhi në Prishtinë për ta studiuar letërsinë dhe gjuhën shqipe. Në nëntor të vitit 73 e kanë ftuar në Radio Prishtinë, ndërsa më 27 shkurt 74 e ka nisur punën në programin e dytë të kësaj radioje, por vite të tëra punoi edhe në programin e parë, në programin e mëngjesit, të natës dhe në redaksinë e sportit. Në vitin 1975 e ka punuar emisionin e parë argëtues muzikor në televizionin e Prishtinës, Mirë Qofshi, e më pas edhe shumë emisione të tjera. Hivzi Krasniqi ka drejtuar shumë manifestime, turne, koncerte, festivale, ndër të cilat veçohen Akordet e Kosovës. Emisionet e para që i ka drejtuar janë Globi Muzikor dhe Radari Muzikor. Emisioni i tij autorial ndër më të pëlqyerit ka qenë Pa Brenga, por Hivziu ka punuar e ka sajuar edhe një mori emisionesh nga më të ndryshmet. Nga viti 1995 deri në vitin 2000 punoi në të përditshmen Bota Sot, duke e përcjellur sportin dhe mbajti faqen e humorit dhe të satirës. Vetëm mundoni, po? Mund të përgjigjeni? Mendoj se është fjala për Aidën. Ku e gjetët? Po, keni drejt, pikërisht kjo është ajo. Hivziu ka qenë gjithmonë i gatshëm për të punuar me fanatizëm dhe ende sjell kreativitet dhe një dozë të lehtë humori në radio, siç bënte dikur me Lecin dhe humoristët tjerë. Ai ka qenë gjithmonë i gatshëm që me përvojën e tij ta ndihmoj brezin e ri, duke vazhduar edhe sot të jetë mjaft aktiv në jetën mediale. Dëgjuesëruar, sot na pret një ditë e bukur, një ditë e këndshme, ditë diellore, ditë me pak rrethë me ndafshta të bardha, jo asi që sjellin shi e stuhi. Të rëfej për malin zemrën që më përshkon, dua dhe për pladin e pranver kur ledhaton, bashën engjëllore që pa të sjetoj.
lirisht mund të them që ajo është një legjendë e gazetarisë. Faleminderit Dani shumë, faleminderit dhe natyrisht që çmimin sonte do thotë për Hivziun natyrisht që e ndani ju. Jeni edhe miq. Faleminderit shumë. Edhe keni ndarë shumë gjana në jetë bashkë. Po kjo është tek shkruesi jam i parë, domethënë krejt këngët më të mira që i kam prej të madhit Hivzi Krasniqi. Faleminderit Hivzi. Një tek shkrues i shkëlqyshëm, një publicist i mrekullueshëm, një gazetar shumë i mirë. Urnot ta jepi unë. Dhe ta që shkrujnë poezi për i me din me dasht. Hivzi, urna. Ta të dojnë me dasht lisat jo femnat. Po, vola. Na i shumë femnat si traktora. Ta tani kështu ashtu, thot Zeni, thonë edhe shumë me miqë të mitë të tjerë dhe qofshin grupe, qofshin soliste, këngëtarë të thotë të shkëlqyër. Mirë po, për qiftin e Danit, Zeni dhe të shumë të tjerëve, po shkruaj mbrapsht, këta e kënojnë bukur, mirë, kënojnë me shpirt, kënojnë me zemër dhe unë jam shumë i lumtur që kam pasur nderin bashkëpunoj me Danin dhe me shumë këngëtarë të tjerë. Në këtë rast dua vetëm t'ju them, së shpejti edhe Nezhmije Pagarushës, nga të më shkruar një tekst, dhe së shpejti e ka komponuar dhe e ka finalizuar edhe e ka orkestruar Efraim Kastrati, si në falenderoj nga zemra, dhe Nezhmija, merrni me mend, me 83 vjetët e saja, o Zot, enda këndon mjeshtrisht në mënyrë hynore. Ju falenderoj shumë. Falenderit, shumë falenderit. Falenderit, damë, falenderit. Atëre, artist të dashur, publik, teleshikus të radio televizionet 21 edhe Ziko TV, nga Hollywoodi kemi ftu një aktor shumë të famshëm, i cili është befasi e mbrëmjes, që do vije sonte për para jush, George Clooney. Hello sir, good evening. Hello. How are you? Unë jam Enisi, kjo Enis mirë se ke ardhur. George mirë. Faleminderit. S'kena është për ty. Mirë mëroma, përshëndetje të gjithëve. Sonte jam e ndonë një çmim e përfaqësoj IB event. Jam shumë i lumtur që më jepet kjo mundësi. Festivali ku ndahen çmimet është një histori për mua. Në vitin 2006 isha duke përcjell një festival shumë i njohur në Gjermani, Bambi, edhe ai festival më emocionoi goxha shumë, edhe më motivoi që të vazhdoj profesionin tim televizion, edhe që nga viti 2007 deri tani punoj. Ju mordh sonte për me ndonë një çmim shumë të veçantë. Përpara ka qenë çmimi më i mirë, ndoshta ai që ka shit dishe më shumë, ndërsa tani për tani në këtë kohë në internetit jem edhe gara më e madhe bëhet në klikime ose çmimi i internetit. Sonte duhet me ndonë një çmim për internet, kështu që më duket nominime s'ka, po? Ja, veç... E ka zgjedh shefi vet, apo? Krejt Facebook për rina. Nuk ka nominim, kategorin Best Internet e marrin këngëtar shumë të njohur shqiptar, dhe shumë shpesh e ndëgjoj edhe pse nuk jam njës mirë i muzikës, po shumë e thonë që një reper që me të vërtet ka produkt jashtëzakonshëm edhe ka bo një ekip të mirë. Në rap e ftoj Encen dhe Noizin. Ta marrin të qimë. Edhe me pra çmimi ta kanë. Noizi, a din me skijuni me? Se ju në Shqipëri veç në tonë. Dhe më rahat tash. A ka me kallëzu i sekret që tash mos e të mbarajsh.
ku dallojnë femnat e Kosovës me të Shqipërisë? Mas si ti falenderoj gjithë juve, sidomos fancat tonë. Sidomos fancat tonë. Më falë, mund të kende disa njerëz që janë fancat e mi, ndoshta ndëgjoni njëri muzikën, kështu që edhe ju falenderoj. Gjithsesi, pa gjithë ato fansë ne s'do ishim këtu ku jemi sot, ajo shumë e vërtetë dhe nuk do ndalemi kur duke e punuar. Kjo është dhe për Encën më mërmendja, dhe jam shumë e lundur që kam pjesëtar i grupit. Mua s'para do më pëlqen të ndaja çmime me dikë tjetër, ama nëse ka një person me cilin jam shumë krenar dhe e lumtur të ndaj një çmim është Noizi, miku i më i mirë. Enca, ti ndoshta e din që e kam nusën nga Shqipëria, nga Tirana. Jo, nuk e di. Ma dërgoj një mesazh, edhe tha që e ftoj në darkë për shkak të inspirimit, se e din që sonte e pas ke nusën open-minded. Do kërsosin kusinjat, se të na këtë nërë brez jam si qitë shumë me vlu kusinja u bajke diçka. E do mi kallëzu Noizi diçka. Shikoj vajzat kosovare, edhe vajzat e Shqipëris vetëm këtu dalojnë. Se këto merren me natë, tona ty nuk molla janë ma të gjata, janë pak ma rafsh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Urime për çmimin edhe një herë. E di që i vëzia s'pajtohet me mu, nalë t'ja sho grun. Jalla pajtohet. A kam drejt i vëze? Po ty 100 herë grun tam të radio për shikon të ashtu një herë të aposhtë, omen, hajde. Ani të i thonë një kolegi këti në azojnë, ves puna jote e këqësha televizionin e Shqipërisa, dhe të i dho kompliment, edhe i vëzia, vazhdojnë. Mela e mirë? Jo. Po shihesh valla diçka ka fundi. Ku me qenë mirë, ofër Encës, ta shpedi pse ka posë në Shkupe në Kosovë tërmet se ardhë kja. Po du me u pyta shuve, e një mërzita jo? Jemi në fund të spektaklit, në fakt. Apo kaloni mirë, po, në fakt jemi me 2 çmimet e fundit kryesore pra të kësaj galambrëmje të bukur, të cilën dita organizoi vetëm Ziko TV dhe në qytetin ton të bukur të Gjilanit, një Duart Rokitja. Në vazhdim do të ndajmë njëri nga çmimet kryesore, është Best Song 2016. Për të ndarë këtë çmim, ftojmë një përfaqësuese nga KAS, pra shkolla për parukeri dhe estetik. E ftojmë në skenë për të ndarë këtë çmim. Mirë brëma, edhe një herë. Ku krejt drenicë, sante. Shëndetje. A je bonuse drenicës? Po. Në regull, unë jam Kaltrina, jam përfaqësuese e qendrës trajnuese KAS. Dëshiroj të them që për ne është kënaqësi që kemi mundësi të mbështesim spektaklet e tillë. Okej, atëherë shkojmë pra me... Shkojmë me ndarjen e njërit ndër çmimet kryesore të këtij spektakli. Vazhdojmë me nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Song 2016. Best Song 2016 shkon për Ardian Bujupi dhe DJ Dallol. Diçka që më ndodhet, na jena një. Diçka që nuk ndodhet, na jena një. Urime Ardian. Shalom ba. Qëto se kena pritë dhe s'po di që më thonë ma shumë fansa, të falemderit shumë për fansa, Exonit menagerit tem, XL Films, avaksuzit DJ Dallol që ka mundësu që të kongë, falemderit shumë, ju duhet. Unë ndoshta me falemderu spektaklin, Zikon, Zhurmën, për arsye se po më doget kameti vetmi në Kosovë i cili vlerëson artistat, në fakt na gjithmonë kemi nevojë për kësaj lloj vlerësime për më motivu me punu për vitet e ardhshme. Unë deshta me falemderu mas shumë te Ardianin, i cili gjithmonë ka besu në produktet tona, në muzikën tonë, edhe gjithë ata që besuan në revolucionin a jena një. Falemderit. Urime suksese. Ardian. Urime për çmimin.
Edhe njerë urojmë të gjithë pjesëmarrësit për çmimet që i kanë marrë, duke uruar suksese të mëtutjeshme, ndërkaq që erdhi radha që ta ndajmë edhe çmimin kryesor të kësaj nate. Pra, është çmimi Best Video 2016. E për të ndarë këtë çmim, unë kam kënaqësinë e veçantë që të ftoj në skenë dy personazhe shumë të dashura për të gjithë ne. Është ky kryetari i komunës së Gjilanit, zotri Lutfi Aziri, së bashku me bashkëshortën e tij, Mirvete Aziri, këngëtare. I ftojmë që të vinë në skenë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma kryetar, mirë se na ke ardhur. Mirëmbrëma. Që she di unë në sekret, të gjermanisht full, me Mirëmbrëma, qanë vetë mund si atë mirë se Mirvete. A që shto? A të vetë këtë që apëtojnë? Në alën tjetër për qako. Shë drejqe. A pëshet se ki burën bashkë burë të mirë. Për që ato dhe ku morë, nuk e këm lo vetë. Nuk e lo vetë veç vitën kur punon. Mirë se këni ardhë. Mirë mbrëma është nga cije veçanë që sot t'jem në këtë mbrëmbje të veçanë në Gjilan. Tashmë Gjilani prej janarit deri në dhjetore ka një kalendar kulturor jashtëzakonisht madh, bojshëm, dhe jemi edhe ashtu qytet kulturor. Zhurma sonte është ardhur në festivalin e radhës dhe është shumë e vërtetë që për herë të parë marr pjesë dhe tash tutje ku munduam me qenë edhe fizikisht gjithmonë pranë zhurmës. Jemi të nderuar që ndajmë çmimin kryesor. Pra ato të jetë çmimi për videon më të mirë. Nderit atërë shkojmë. Të shohim në vënimin. Pa. Zhurma Video Music Awards, Best Video 2016. Atëre presim, fitusin. Që se munden i marrë pak ma shkaku i ndryqimi. Për nderit. Nuk si asko nevoj, sa është e rregullume, po kryetari pak. Nuk e lo vetë. Për dyja ma shkaku i ftyrës, tash ne po dukemi bukur, edhe fitus ashtë. Hajde kaqë. Ova, hajde nojë. Nume. Edhe ashtu që i kombinat. A e shet gjelosja? A e shet? Stirri të hyqë. Atëherë, çfarë keni për të thënë? Kështu edhe zhurma ka bazën rojnë e emrit Noizit. Është lumi aja po? Është lumi, eja lumi. Eja në skenë të babi mami dhe tek fansi i Noizit si duket. Mund ta përqafo është lumi. Një duar trokitje për lumi një vite. I kujnash? Djali kryetarit. Si çdo vit kemi punuar shumë. Mami po i ngjan, apo? A je si mami, a si babi? Ha? Si Noizi. Po, jo mire ki. Edhe boj zem krejt në ima bozit po i ngjan. Se pat plot. Atëre, si çdo vit kemi punuar shumë, po si vjetë kemi tepru, kështu që këto janë pasojat, ju falenderoj gjithëve, ju dua. Urime. Ju falenderim shkon për gjitha ata që na kanë mbështetur prej fillimit, për fansat, për kolegët, për mediat, edhe për gjithë gazetarët që na kanë përmend, edhe përshëndetja më e mirë shkon për cili është grupi më i mirë edhe një herë? OTR, we run this. Urime suksese. Atëherë ju dëshirojmë suksese, urime të mëtutjeshme. Kryetar, faleminderit shumë për prezencën, për ndarjen e çmimit, Mirvete, faleminderit. Dëshiroj të them diçka kështu publikisht. Shpresoj që kam dhënë atë maksimumin tim. Arsyeja që kam marrë sonte me udhëheq këtë spektakël i kam dy arsye. Arsyeja e parë është babai im, i cili ka punu gjysmën e jetës në Gjilan, në Moravë të Binqës edhe në Soliter të Gjilanit, që vërtet më ka bo me dasht shumë Gjilanin, edhe rrethin e Gjilanit, dhe arsyeja dytë është e madhja e Dona, që është një producente fenomenale, që ka marrë
Edhe falenderit e Dona, falenderit familjes tonë, falenderit Ziko TV edhe gjithë juve që jeni sonte. Ne që jemi këtu ne falenderojmë përveç këtyre që i përmendim Ilaimi, edhe krejt stafin të cilët me të vërtet kanë kontribuar që kjo mbrëmje të shkoj sa më mirë. Kisha kënaqësinë dhe nderin që në krah ta kem për moderim zotëriun Ilaim Zeka. Falenderit Kaçusha. Mirupafshim në edicionin e ardhshëm të Zhurman Show. Mirupafshim.